Për herë të parë, qyteti i Kërçovës mirëpriti koloninë artistike ndërkombëtare të artit Omer Kaleshi, kushtuar piktorit me famë botërore, por me origjinë kërçovare. Gjatë 6 diteve, artistë nga vendet të ndryshme krijuan vepra të frymëzuara nga figura dhe krijimtaria e piktorit të madh Omer Kaleshi, duke interpretuar atë secili në stilin e vet, kuptohet. Se si kanë kaluar këto 6 ditë, sa kanë qenë të lodhshme dhe se si janë mirëpritur nga artistat dhe sigurisht nga të gjithë kërçovarit, në studio kemi edhe organizatorën e kësaj kolonie, Lulzime. Vjemrin si e pate, moj. Osmani. E dini pse se unë Lule e thiri, se arë Lulu, edhe në vjemrin e harojmë të një. Skefaj, kryesoja të mbami më. Mirë se na erdhe, dashur dhe është nësi që të kemi. Mirë se u gjeta. Aida, faleminderit për ftesën, faleminderit që gjithmonë na përkrahnjeve artistëve të artit famor. Është shumë kënaqësi që të kemi, një vajzë kaq ambicioze, një vajzë që e them hapur publikisht që e ka ngrit artin Kërçovë. Faleminderit shumë Aida. Mundohem sado pak që ka mundësi të bëj diçka për qytetin tim edhe për ato fëmijë ose artista që ndjekin dhe do të kenë iniciativën apo dëshirën që të vazhdojnë në hapat e tonë në të ardhmen. Mundosh edhe të fëmijët ta mbash këtë ritëm dhe t'i ambjellësh me ko artin, që do flasim më vonë për këtë pjesë, por dua të ndalem tek kolonia. Si kaloi dhe nga iniciativa për të realizuar këtë koloni? Atëherë unë do të kaloj te kjo pjesa nga kjo iniciativë. Unë gjithmonë e kam pasur një ëndër që nga studimet që të kem edhe diçka të ngjashme nga qytetet e tjera në Kërçovë, sepse duke i parë qytetet e Tetovës, Gostivarit, Strugën, ne s'kemi pasur asgjë, mund të them. Dua të falenderoj edhe organizatorët që ka qenë një e ngjashme një iniciativë në Kërçovë që është mbajtur nga Pala Maqedone, po, në House of Art lartë në Knezhin, ka qenë, mund të them, hapur një ndër kolonit, do shta dhe më të mëdhaja në teritorin e Maqedonisë. Mirë po, tash për momentin ajo është, mund të them, në pauz, apo diçka e tillë, dhe ngjarje të tilla nuk ishte më Kërçova. Edhe pse jo thash diçka mos marr në dorë të organizoj, të kemi edhe ne diçka, por mbi të gjitha të kujtohet dhe të rikujtohet piktori me famë botërore, Omer Kaleshi, që ne kemi bashkëvendas, edhe pse ai ndoshta asnjëherë nuk ka jetuar në Kërçovë, por prapse prap rrënjët i ka aty. Gjakun e ka kërçovar, të kotë. Është e vërtet. Si u bë thirrja e mysafirëve, sa ishin të planifikuar të jenë artist pjesëmarrës? Dëgjoj Aida, nga gjitha ajo organizim ose nga ideja që unë e kam pasur nuk është realizuar komplet, sepse gjithmonë ka stagnime nga buxheti, të flasim të drejtën. Edhe unë jam munduar atë sa është buxheti edhe me ndihmën e sponsorëve të arrij diçka të vogël të bëj këtë vit. Diku unë kisha 11 artistë nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova dhe Presheva, dhe normal që ne ishim 4 vendas të qytetit Kërçovës. Si reagoi pastaj edhe publiku kërçovar, pat interes për ta vizituar këtë koloni? Unë mendoj edhe pse është diçka e re dhe nga vetë fjala koloni, që shumica e njerëzve nuk e dinë se çfarë përmbajtje ka, jam munduar sadopak që ta shpërndaj këtë lajm, të tregoj se shikoni, do të mblidhemi një grup artistësh. Dhe do jemi për ca ditë, a? Do të jemi për ca ditë lartë në qafë dhe do të pikturojmë. Hajdeni dhe shihni se çfarë bëhet nga afër në mesin tonë atje. Kishte interes, jam e kënaqur, sidomos nga pjesa e shoqërisë time, që nuk e kam pritur që do të presin kaq mirë. Për krajen e paske pas maksimum. Unë mendoj që edhe pse ishte hera parë, doli aq bukur dhe jam e kënaqur. Sfidat, sepse për të realizuar një koloni, vërtet janë sfidat e mëdha, duke ditur që 6 ditë të tëra duhet të qëndrojnë diku në ata artist, duhet të ushqehen disi, duhet të frymëzohen e shumë gjërat e tjera pastaj. Sa ka qenë sfiduese dhe kush qëndroi pas Lulzime? Sfiduese ka qenë goxha të tema, Aida nuk e kam pritur, unë jam marrë me organizime të vogla, jo ekspozita, jo studion time, po kur nuk isha organizuar diçka të një format të tillë që kërkon përgjegjësi shumë të madhe.
Unë pas vetës kam pasur edhe disa njerë që më kanë ndejtur në basë, nuk do të thotë që lullëzimja ka bë të gjithë këtë vetë, mirë po në të shumë të në rasteve po. Kam pasur përkrahje nga ish drejtori Mazlam Osmani, nga Valdeta, i Bishi që e kam kolege, të gjithë ne e bashkë kemi ullur dhe e kemi kryuar si ide, normal tash a do t'jetë në qaf, apo do t'jetë dikun tjetër, kjo kretë në varet ose do të varet në të ardhmen, se kush do të sponsoroj, ose kush do t'jetë... Kretë nga bugjeti. Po, krahu i djathtë i kësaj kolonie, dhe pastaj për pjesët më të detajuara, se si qfarë ose ngjyrat ose artistët, unë dua të falemderoj publikisht dy kolegët e mi, Arian Rufatin dhe Gjezaj Regjepin, që ndoshta mund të theme i përshëndesim shumë, që më kanë ndejtur afër si me pas koloninë e tyre tash që nis nesër. Po, e atyre nesër nis, po në Gostivar, po gjithsesi çdo herë bashkë jeni ju në çdo koloni. Unë jam shumë me fat që i njoh të gjithë artistët e Gostivarit, sidomos të shoqatës Draudakum, që nga studimet ka qenë dhe janë ende përkrahësit e mi më të mëdhenj. Është shumë e rëndësishme kur është kjo sinergjia mes vete, sidomos tek artistët, dhe nuk ka as konflikt, as xhelozi përveç bashkëpunimit të sinqert. Është e vërtetë që unë në këtë koloni nuk e kam parë xhelozi, nuk e kam parë për shembullat të shtyhemi se kush e bën më mirë. Ata janë munduar të paktën më shumë që unë të dalë sa më bukur, edhe pse ishte hera e parë ata e din, por u realizua në atë mënyrë aq se di, ndoshta nuk kam, ndonjëherë nuk më vjen edhe fjalët aq mirë sa që unë vetë se kam pritur. Imagjinohem me kaq pak finansim, po të kishte shumë finansim, çfarë do të bëje ti? Atëherë do dilte ajo ëndra ime, ajo ideja që në fillim që e kisha, që do të realizoheshte në çdo mënyrë, në çdo detaj të traditës kërçovare, do të kishte aq shumë zhandre, të musafir, spektakël që ndoshta tash të mburren pak edhe unë, më lejo, që vetëm kërçovarët din të kenë dhe të bëjnë. Por aq ishte mundësia, nga faleminderit edhe aq komunës së Kërçovës që përkrahi me aq buxhet, po pastaj nuk do ishte realizuar as pak AIDA, po mos ishin të paktën këto mjete, Këto mjetet, të them, ishte vetëm ajo pika në ujë që do të bëhet diçka, po pjesa e tjetër e akomodimit, ushqimit, shëtitjet, çdo gjë tjetër ka qenë nga zemërgjërsia e kërçovarëve, nga bizniset të vogla apo të mëdha që ju ofruan kësaj kolonie hapin e parë të ecë ngadalë, por mos harruar edhe shokët e mi që shumica atyre duan të mbesin anonim. Më kanë ndihmuar, më kanë përkrahur, edhe me mjete financiare, por edhe duke qenë aty prezent çdo natë lart në fshatin Qaf. Sa bukur. Urojmë që të ketë jetëgjatësi kjo koloni, të finansohet më shumë dhe të kemi edhe shumë artistë të tjerë, pastaj jo vetëm nga Maqedonia, por edhe nga rajoni. Po tematikat kanë qenë të detyrueshme apo secili ka pas hapësirën e lirë për të pikturuar? Duke u nisur nga vetë AIDA, që kum pasur ndonjë thirrje që ka pasur ndonjë tematik të caktuar, më shkufizuar liria të shprehurit. Edhe unë kam dashur që nëse diçka mua më ka penguar në ndonjë simpozion apo koloni, unë të lë të lirë ose të bëj diçka pak më mirë se sa mua që më ka penguar. Dhe unë për vete kam dashur që çdo artist që është pjesë e kësaj koloni, është i ftuar në Kërçov, unë kam dashur që ata të jenë të lirë, të frymëzohen nga peizazhi, të frymëzohen nga vetja, të krijojnë diçka të bukur ashtu si ata e kanë ndjer ato ditë që kanë qenë lart në fshatin Qaf. Po asi u mbajti? Po ka qenë edhe mirë ditë me diell, po e kemi pasur edhe shi që e bëri ndoshta edhe pak më melankolik apo më atmosferik të gjithë peizazhin atje lart. Besoj që edhe ka pas edhe shkëmbim teknikash pastaj nga artistët, duke ditur që artistë nga vendet të ndryshme, po nga cili vend kishte më shumë pjesëmarrës? AIDA, të gjithë këto ta them takime janë urtëlidhëse e çdo neve artistëve. Definitivisht. Shumicën ndoshta mund t'i njohim, na ka rastisur në për koloni të ndryshme të njihemi, dikën e sheh për herë të parë. Të 2-3 herë. Po, dhe
është një ide, e shikon, të pëlqen diçka, mund të marrësh apo të japësh, është një farë komunikimi që vetëm ne artistët mund ta kuptojmë përmes ngjyrës të vijës apo atë tonalitetit. Tani këto vepra do mbesa në ndonjë arkiv ose do ekspozohen në ekspozita tjera, si është plani? Faktikisht ne ekspozuam për herë të parë të gjithë veprat e artistëve që ishën në koloni, në muzeun e Kërçovës, sepse aty gjetëm hapësirë të lirë, sepse e dim se këtë vit Kërçova është edhe qyteti i kulturës, Pallati i Kulturës ishte i stërmbushur me aktivitete dhe ne aty gjetëm kohë dhe hapësirë faktikisht edhe u bë diçka shumë e bukur. E pame, kishim edhe kronikën nga kolegët që ishën prezent. Dal Buleni. I që i përshëndesim. Të cilat vërtet në dhanë të gjithë komplet atmosferën e asaj nate. Që ndodhi atje. Pikturat do t'jenë në arkivën e shoqatës që e kam hapur unë, Lulu Sart. Nuk e di këtë vit a do t'ketë hapësirë dhe mundësi që të ekspozohen në një qytet tjetër, sepse unë dua të gjithë të sponsor që më kanë ndihmuar, sa do pak, unë dua që të vashtri dorën edhe unë, që t'ju hap diçka të bukur dhe të shohin se duke dhënë njëri tjetrit ne krijojmë diçka të bukur. Ato me financa unë marr që të kemi frymën dhe të vazhdojmë atë entuziazmin për të krijuar, pse jo edhe 30 vite ose 50 vite pas. Sa bukur. Je e re dhe edhe shumë vite i kemi përpara për të realizuar gjërat bukura. E dashur, ashtu si që përmenda, në fillim, vërtet ke ngritur, je munduar që të ngritësh artin në Kërçovë, duke hapur kështu edhe studion tënde, ku shumë fëmijë marrin përvojën tënde aty. Si po ecën tani studio momentalisht, sa ke pas kohë këtë periudhë i përkushtosh edhe fëmijëve, duke ditur që nga ana tjetër me kolonin ke qenë e stërngarkuar? Shiko Aida, unë mundohem dhe jam munduar gjithmonë sepse e kam parë që në Kërçovë vetë kam pasur ku shkoj, ku t'i drejtohem edhe ku ta marrë zanatin, apo si thamë ata hapat e para. Jam munduar që të krijoj dhe të ketë fëmijët ku drejtohen, edhe jam e lumtur që e hapa dhe jam iniciatorja që e bëra këtë hap. Kam shumë fëmijë, edhe nga pala shqiptare edhe nga pala maqedone, që jam tepër e lumtur. Krijojmë, veprojmë në një hapësirë të përbashkët. Pata dikun u përmbyll ekspozita në 8 qershor, në Pallatin e Kulturës, me 43 fëmijë. Jam tepër e lumtur për këtë qytet të vogël që fillohen dal nga dal të rritet në hapa ndoshta pak më të mëdhej. Imagjinoar 43 fëmijë, vetëm 10% nga këto që të vazhdojnë artin, nuk ka nevojë më shumë nga 43. Unë jam e lumtur që edhe nxënët që ndjekin kursin në Lulu Art, por edhe nxënësit që unë jam mësimdhënëse në Reç Shurxizajazin, kanë filluar dhe vazhdojnë studimet, ëndrat e tyre, ndoshta edhe nga ajo ideja që e kanë përcjelluar ashtu si duhet, apo ndoshta pse e kanë ëndër, këtë ende nuk jam e sigurt. Cilat janë grup mosha që i ke aktualisht? Faktikisht Aida unë i marrë nga mosha 4 vjeçare. Nga 4? Dhe për momentin e kam ende një vajzë që është dikun 18, është në fakultet, por ende vazhdon, vjen vikendeve dhe nuk ndalet. Bravo. Ajo që i motivon më tepër është edhe aktivitetet brenda studios që i ke dhe ekspozitat e ndryshme për gjatë gjithë vitit. Sa janë entuziast dhe sa motivon pastaj edhe gjithë këta fëmijë kur e dinë që po i pret një ekspozitë? Nuk thonë kod Aida lumturoj si një fëmijë. Edhe ato gjithmonë kur fillojmë që të jemi dikun ka afër ekspozitës, duke krijuar vepra, edhe gjithmonë ma bënë, Lulu, ne do t'jemi në ekspozitë. Sa mirë. Edhe ajo mjafton ajo zëria atyre, sidomos atyre të vegjël, se pastaj rritën ato dhe mbajnë një qëndrim pak më, nuk i tregojnë emocionet. Por vetëm të shikosh ato se me çfarë ëndje presin ekspozitën që të jem pjesa aty, dhe ta shikojnë dhe të tregojnë se ja, unë këtë e kam bërë, unë mbushem dhe
më jep motivim të vazhdoj ende të punoj. Sa vite u bën Lulzime që është hap studia? Janë ba 3-4 vite? Jo, më shumë, Aida, që nga viti 2018. Wow, 8 vite, a? Po, wow, 8-9 dikun, po, faleminderit. Dhe për këto 8 vite, dhe më thënë intensivisht me punë, asë njëherë me asë një pauzë, dhe me interes të madhë prindrit kërqovar për fëmijët e tyre, për ta ndjek artin. Po, Aida, unë jam e lumtur që tash kur ma kujtove sa vite kanë kaluar, unë e mbaj mënd të Imagino. herën e Unë ndova dikun 4 vite, po si shë e sigurt. Ikin vite shpejt. Unë e mbaj mënd që unë e kam filluar kursin vetëm me fëmijët e kolegëve mi në punë që i kam. Po gjithë shka fillon ashtu? Dikun ke 5 fëmijë. Edhe tash kur e shoh dhe vitet ecin shpejt edhe numri i nxënësve është rritur, jam e lumtur që fëmijë faktikisht prindrit va realizojnë ëndrat. Edhe imagino në kohën kur e ki hapur, pastaj ka filluar edhe pandemia, ndërsa ti nuk je ndalur. Nuk je ndalur. Edhe pandemia nuk mundeshte të më dali, sepse duhet që diçka të bëhet për atë qytet. Faktikisht unë do t'isha e lumtur që edhe studio të tilla, edhe koloni të tilla, që kishin bërë para meje, profesorët ose artistët më të vjetër se unë, që unë sot ta kisha më lehtë dhe të vazhdoja hapat e tyre. Po prap nuk jam... Pra ndaj ti e bën për këta fëmijë? Po, pra ndaj dua që nesër të ketë dikush që ta vazhdoj këtë punë, ta ketë më të lehtë, mos filloj nga zero dhe mos i di ata sakrificat se si është mos kesh asgjë dhe asnjë përkrahje. Lulzime, është e ditur që Kërçova ka shumë mërgjimtar, por sa mërgjimtarët e vlerësojnë artin dhe sa të kanë shtrirë dorën ndonjëherë qoftë për studion, qoftë për organizimet e tjera që i ke pas? Tash Aida më zure ngusht. Janë ardashës? Ka pasur njerëz që ja kanë shrirë dorën kësaj iniciative, po, por kam pasur edhe nga ato që ja kanë mbyllur. Nuk kanë qenë të pakt, po janë në numër, por unë prapë nuk hidhrohem, apo nuk... Kolonis e ke fjallën? Kolonis, më shumë kolonis, sepse studia është më shumë diçka private e minja. Që që nuk kam kërkuar asë njëherë ndonjë ndihmes rreth studios. Mirë po flasë për kolonin, për aktivitetin që u bërë, jo vetëm për Lulzime, por unë mendoj se e bëra për të gjithë njerëzit në atë vend. Ka pasur shumë njerëz që unë falë atyre e bëra, u realizua dhe ka pasur shumë njerëz që kanë thonë jo, pa mos e ndëgjuar deri në fund apo projektin apo mendimin tim se çfarë dua të bëj për atë qytet. Por prapë se prapë nuk të kanë dalur. Jo, ajo ka qenë një pikë bile një shtyse më e forte, nuk duhet ndalesh dhe duhet vazhduar. Definitivisht, mbi gjitha për moshat e reja që i keti në përditshmëri pastaj. Po, është e vërtet. Është e vërtet. E dashur, ne këtu duhet ta përmbyllim këtë bisedë kaq të bukur, me kaq shumë informacione dhe me kaq energji pozitive që morëm nga ti në këtë mëngjes, duke tu falenderuar që erdhe special nga Kërçova, u bëre e pranishme në programin ton. Të dëshiroj shumë e shumë sukseset e tjera, jo vetëm me këtë koloni, por edhe me shumë aktivitetet e tjera artistike që din t'i sjellësh në mënyrën më të mirë, dhe uroj që në një të ardhme të afërt i kemi edhe gjitha ta fëmijë këtu, që kanë marrë të paktën talentin tënd. Unë të falemderoj Aida, e thash edhe më herë që gjithmonë na jep krah, na del në ndihmë, na ekspozon, na jep frymë dhe... Në mënyrën time, në mënyrën tonë pa tjetër dhe që je iniciatore të më zgjojsh aq herët që të jem sot këtu te ti. Faleminderit ty, faleminderit të gjithë programit. Kënaqësi dhe faleminderit edhe një herë për këtë energji. Faleminderit. Të dashur miq, ne këtu më duhet ta përmbyllim emisionin edhe për ditën e sotme, duke shpresuar që ja keni kaluar mirë edhe ju, qoftë duke pirë kafën e mëngjesit apo edhe ndoshta duke u përgatitur për në punë. Ne do shihemi prapë ditën e nesërme në të njëjtin termin, por me kolegen time Xhanane Alili. Mirupafshim dhe ditën mbar me programin e TVM2.